Unë bëra shumicën e përgatitjeve, pasi Jusufi shkoi për të fjetur. Një byrek do të futet në furrë, dhe pasi ta kemi përgatitur kofshin kaçësh. Motor, kur i pas ke bërë këto të gjitha? O, zot, sa e frikshme që je, sa e shpejt. Oho, a mendove se mund të shpëtoja nga nëna ime ti? Sigurisht ai nuk mund të shpëtoj. Nuk u zbardhën këto flokë kot së koti. Ja, por jam shumë e stresuar se Jusufi do e kuptoj këtë. Por sikur të jap aksidentalisht një të dhënë ose diçka të tillë. As pak mos u frikso. Mos u frikso sepse vëllai im nuk e ka festuar kurrë ditëlindjen deri më tani. E vetmja ditëlindje që ai mban mend është ditëlindja e dashurës së tij Gënylit. Ai nuk e mban mend ditëlindjen e askujt përveç saj. Unë shkoj ta zgjoj Ferritin tani. Në rregull, Bi. Edhe unë do të shkoj në dhomën time, nën. Në rregull, Bi. Çfarë tjetër të shkoj? Ferit, hajde qohu, shiko çfarë kam përgatitur. Ferit? Mëngjesi yt është gati. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Erdhe vonë përsëri, mbrama, po jo, ku ke qenë? Askund, isha jashtë. Shiko, bëra ves me suxhuk të preferuarën tënde. Jo, nuk dua të ha ves tani. E përse? Sepse nuk më do shpirti. O, zoti madh. Mirë, e vura këtu mund të hash vonë. Çfarë po ndodh me këtë? Ai duhet të jetë ngritur me këmbën e majt. Ha? Ja, kam zgjedhur disa rroba për ty këtu. Provo çfarë të duash, zgjedh çfarë të duash ti. Betohem se nuk mund të ta shpërblej, Feruze. Kam veshur rrobat e tua për një kohë të gjatëshme. S'ka gjë në fakt, çfarë bëra unë? Jam shumë e lumtur që të kam. Faleminderit shumë. Të lutem shpirtim. Firuze, a mund të më shikosh pak? Në rregull vëlla, po vi. Shiko, ka një gjë pikërisht për ty aty. Provoje patjetër, do të duket shumë bukur. Çfarë ndodhi vëlla? Ju dëgjova pa dashje pak. Nuk e menduam kur që kjo vajzë gjorë nuk kishte rroba apo diçka të tillë. Merre këto para. Edhe për vete, edhe për atë, blej diçka të mirë, në rregull? Ti sa vëllai i mirë që je. Jam shumë e lumtur që je vëllai im, jam shumë e lumtur. Shpirti im, edhe unë jam i lumtur që je motra ime. Por tani motra ime e dashur, mos dëgjoj Feriti për këtë. Betohem dytë. Firuze, vajza ime, a mund të vish që të më ndihmosh? Në rregull. Do shkoj ta kontrolloj nënën. Hajde, mirë. Më fal. Nuk ka gjë. Kur motra Liman më thiri, i thash se kishte nevojë për ndihmë. Edhe Firuzja shkoi të shikonte tani. Në rregull, do të shkoj dhe do të hedh një sy. Tregoju që edhe unë po iki. Në rregull. Rrobat që i pëlqejnë Jusufit janë në rregull. Edhe flokët janë në rregull. Grimi është vetë i bukur. Gënyl vajz, hajde motor, je zbukuruar ka shumë sa do ta plasësh pasqyrën, të betohem. Vajz, i ke te kaluar edhe klientët tanë për hir të Zotit. Në rregull, motor, jam gati pra. Atëherë hajde, do të vonohemi me siguri. Hajde. Në rregull. Of, motor, po më nxiton pra. Gati sa nuk harrova. Alo, motra Firuze, si e? Mire dashur, ti si e? Edhe unë jam mirë, faleminderit. Leila, shiko çfarë do të them tani. Sot është ditëlindja e vëllait Jusuf. Ne po organizojmë një ditëlindje surprizë për ta. Kjo nuk do të ndodhë nëse nuk vjen ti. Seriozisht e ke? Sigurisht që jo, edhe unë duhet të jem atje. Do të marr leje dhe do të vi. Në rregull, atëherë po pres lajme nga ti. Në rregull, motor, shihemi në mbrëmje. Edhe kjo është në rregull? Pra, çfarë tjetër ka mbetur? Ha? Aisel, hajde të shkojmë në treg.
Se nuk mungon të asgjë. Jo, por do të shkojmë të blejmë rroba ne. Nuk ban. Përse? Dua të them bën, por unë nuk kam para, me të vërtet. Çfarë thua, Aisel? Un kam, do të marrim për të dyja. Por po ju shkaktoj shumë të lashe. Aisel, le t'i lëmë më njanë të gjitha këto të lashe. Në rregull, në rregull. Nëse je gati, le të shkojmë. Kam disa gjëra për të kujdesur më parë. Në fakt më duhet të bëj një telefonat. A mund ta marr telefonin tënd? Sigurisht që mundesh. Faleminderit Të shumë. lutem. Alo, Aisha? Përshëndetje motër, si je? Mirë, njësoj. Ti si je? Mirë jam, duhet të takohemi sot. Ka disa gjëra që duhet të sjellësh. Çfarë të nevojitët? Më duhet telefoni im tani. Kishte edhe një ruzare nga baba im, a të kujtohet? Po, A mund ta sjellësh edhe atë ruzare? e kuptoj telefonin. Por çfarë do të bësh me ruzaren? Sot është ditëlindja e Jusufit dhe do të ketë një fest këtu. Dua t'i adhuroj ruzaren atij. Aisha, je e sigurt ti? Kjo ruzare është shumë e rëndësishme për ty. Atëherë do të pendohesh shumë. Ti as nuk e njeh Jusufin akoma. A të intereson ka të shumë ky njeri? Çfarëdo që të bësh, thjesht sille ruzaren. Unë e vlerësoj shumë motër. Në rregull, në rregull. Do të telefonoj kur të dal, ne do flasim për këtë. Në rregull, mund të më telefonosh në këtë numër. Hajde Meltem, çdo gjë para teje do përfundoj. Nuk dua fare, Tarak, nuk kam oreks. Por është shumë e rëndësishme për zhvillimin e foshnjës. Hajde pra. Hajde. Jo, nuk e duroj dot, jo, nuk do të ha. Shiko, le ta bëjmë kështu. Kjo është shumë e dobishme, mjalt, krem, më beso mua. Hajde ha, më beso mua. Tarak, nuk e duroj dot as erën tani, a mund ta largosh këtë tani? Por mos e bëj këtë Meltem, të lutem po të them, duhet të hash. Tarak? Baba, erdha të kërkoj leje. Nuk dua, Tarak. Të thash që nuk do të ha. A mund ta largosh këtë tabakan nga unë? Meltem, mjeku të thotë mos e fillosh ditën pa ngrënë mëngjes, apo jo? Të lutem e ja ha, mos më zhgënje. Por unë nuk dua. Po e shoh që nuk është një kohë e përshtatshme. E shikon vajza ime Leila, nuk është një kohë e përshtatshme. Çfarë do të thotë, le të flasim më vonë. Në rregull, hajde bëu e kuptueshme. Zemër, a mund të hapësh pak dritare? Në rregull të e hap. Ti gjithmonë më lë pas dore dhe pret mirë kuptim nga unë, baba.